Pejgamberi sa sem kur e përshkruajnë në dordhënien e tij, në sadakon e tij thotë, ishte i ngjashëm në dordhënie sikurse era. Pse sikurse era? Se era thotë i ka 3 cilësi. E para prej tyre është se era është e shpejtë. Përmenden meteorologët, njerëzit që merren me studimin e këtij fenomeni, thotë era mund të kalojë deri në 2000 km/h. Pastaj që jep me kuptuar që pejgamberi ishte shumë i shpejt në dordhënie, nuk hamendsohej të jap apo të mos jap, ishte shumë i shpejt. Pastaj cilësia tjetër e erës është se era është e vazhdueshme. Çka jep me kuptuar që pejgamberi sa sem ishte i vazhdueshëm në dordhënie po. E treta cilësi është që ai era i përfshin të gjithë. Nuk është me përfshi vetëm një lagje, një shtëpi, apo i përfshin gjithë. Dhe kështu ishte edhe profeti i fundit, e përfshinte edhe të voglin, edhe të madhin, edhe muslimanin, edhe jo muslimanin, edhe mashkullin, edhe femrën, dhe kështu do duhet të jemi edhe ne